U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej, siç e potencova në fillim, me biseda të ndryshme dhe me një prezantim, një histori e veçantë dhe frymëzuese. Bëhet fjalë për një udhëtim të gjatë, plot sfida, por edhe me një qëllim të madh. Sot Valon Jusufi ka vendosur të ndërmarrë një rrugtim të pazakon duke u nisur në këmbë nga Suedia drejt Shqipërisë dhe Kosovës. Një aventurë që kërkon përgatitje fizike, forcë mendore dhe mbi të gjitha shumë vullnet. Përmes këtij udhëtimi, ai synon të përcjellë një mesazh të rëndësishëm dhe të përjetojë nga afër çdo hap të kësaj rruge të gjatë, për na treguar më shumë rreth kësaj sfide dhe motivi që qëndron pas saj. Sot kemi një bisedë në mënyrë të themi virtuale me musafirin tonë Valon Jusufi, pikërisht nga Suedia. Shpresoj që Valoni na dëgjon. Përshëndetje Valon dhe mirë se takohemi në mënyrë virtuale në emisionin e mëngjesit në radio televizionin të Maqedonisë në programin e gjuhës shqipe. Si jeni, si kaloni? Përshëndetje, mirë, faleminderit për ftesën. Desha t'ju falenderoj juve, stafin tuaj dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Atëherë mund të na thoni se së shpejti do të niseni në një udhëtim të pazakond. Unë e potencova në fillim, domethënë do niseni në këmbë nga Suedia drejt Shqipërisë dhe Kosovës. Mund na thoni se si lindi kjo ide dhe çfarë ju shtyu të ndërmirni këtë sfidë ju? Po thonë të drejtën, kjo ide nuk është që ka lindë mbrana vite. Ka menduar një kohë bajge gjatë, por ja që erdhi momenti. Desha të me bo diçka, të me thonë, në radhë parë për vete, një sfidë, edhe pastaj edhe për tjertë, që me dërgu një mesazh të gjithë njerëzit, sa më shumë, më aktivizu njerëzimi, se kemi ngel shumë pasiv kohë vitet e fundit, edhe normal një lidhje mes diasporës dhe shqiptarëve në Kosovë dhe në gjëtërët shqiptare. Mund të na thoni se sa kilometra pritet të përshkoni në total dhe sa kohë mendoni se do të zgjas ky udhëtim dhe kur e keni planifikuar të niseni? Do të thonë nisja është me 12 prill. Është rreth mbi 3000 kilometra do të jenë. I kemi edhe shtete, do më thonë që kemi me te kalu. Fillojmë prej Malmës Suedis me 12 prill, ora 12. Edhe mendojmë pyetjen 1 milion që për sa më rrina të këshyrën, po llogaritë dikon rreth 4 muaj, ndoshta më shumë, pak më shumë, po aty pare. Aha, do të thonë llogaritë rreth 4. Do të thonë kemi nisemi prej Malmës Suedis, vazhdojmë për Danimark, Gjermani, Zvicër, Itali, Sloveni, Kroaci, Shqipëri, do më thonë Malzi, Shqipëri dhe Kosovë, Prishtinë. Valon, mund të na thuar se çfarë përgatitjesh fizike dhe mendore keni bërë për këtë sfidë? Sa jeni përgatitur? Po, do më thonë për këtë sfidë kemi vendosur dikun ka fundi i muajit dhjetor. Unë jemi 2 vetë. Unë do më thonë Valon Jusufi që jetoj në Suedi, përndryshe vi nga Mitrovica. Edhe shoku im Shpëtim Gashi që jeton në Kosovë, do më thonë vjen nga Klina. Përgatitjet jemi të i bojë intenziv, me disiplinë shumë të madhe. Do më thonë përgatitjet fizike, kurse përgatitjet psiqike jemi shumë të motivuar si kur ma parë. Mund të na thoni se çfarë do të mbani me vete gjatë rrugës dhe si planifikoni të përballoni kushtet e ndryshimet të motit? Po sa i përket gjërat që do t'i kemi me vetë jemi mundu, do më thonë që t'jenë sa ma të vogla, ma do më thonë se në që do t'mi pas pa tjetër. Edhe më thonë drejtën kjo e bukra këtë kësojnë është që është diçka, sikur që e cekët jo në fillim që është diçka e pazakont, është pak e vështirë me ditë se eksakt çka na duhet, çka nuk na duhet, po më thonë drejtën kemi mendu ato gjonat që janë elementare, sikur ushqimin, do më thonë me fjetën të bojmë në tendë, ato do më thonë thasë të gjumit, ndihmën e parë, rast nevoje, po mundojmë sa ma pak, po ma efektive t'janë gjonat. Edhe gjatë rrugës nëse ju mungon diçka?
Edhe gjatë rrugës nëse ju mungon diçka, ju jeni në këmbë dhe mund të ndalni në shitore për të vlerë. Po patjetër, se dhe më thonë vetë rruga do na mësoj shumë gjona. Edhe bukra e kësajnë është që është gjithçka do ndodhë spontanisht. Edhe besoj që me kohën, çdo fillim është i vështirë, po me pritur atë momentin perfekt nuk bëhet asnjëherë asnjë gjë. Kështu që po fillojmë edhe pastaj të shohim, që thënë populli tu po të bëj. Pikërisht. Mund të na thuani se cili është mesazhi kryesor që dëshironi të përcjellni me këtë udhëtim? Jeni së bashku me shokun si që potencuat? Mesazhi kryesor është që njerëzit me zgjuar nga gjumi thjesht, të i po të parasysh ditëve të sotme, dhe më thonë sa pasiv kemi ngel gjithë popullata, që të jemi sa më aktiv, që të bëjmë diçka për veten, që të thojnë një hap më shumë, shëndet më të mirë, jetë më të gjatë, më të lumtun. Se vetë projekti, dhe më thonë që kemi vu titullin hap pas hape, i ka dy kuptime, në realisht. Kuptimi fizik është normal për një shëndet më të mirë, sa më shumë lëvizëm, aq më mirë ndihemi. Kurse në anën tjetër, dhe më thonë, kur jemi te ona teorike, gjithmonë ai që ec fiton diçka, kurse ai që ngec asgjë. Kështu që thjesht me aktivizu popullatën, me aktivizu njerëzimin, e sidomos ata që vujnë shumë nga smundje ndryshme, nga sfidat mëdha, që me thonë mos ndalani, po ecni përpara edhe vazhdoni. Një hap i vogël do më thonë shumë. Mund të na thoni se cilat mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha gjatë këtij udhëtimit kaq të gjatë, që do e bëni rreth, ju e potencuat rreth 4 muaj që e keni llogaritur disi? Po sfidat me siguri do të jenë shumëta, edhe bukura kësaj që është, do të thonë, sfida mbi gjitha. Nuk e dim ç'a na pret, normal. Po jemi mundu mu përgatit ashtë sa kemi ditë e kemi mujt, nuk është që kena mujt edhe me pyet dikon se do të thotë për përgatitje, se është diçka e pazakont. Po sidoqoftë, sa i përket motit, për atë arsye domethënë që të paktën mos kemi dimën e acar, kështu që besoj që ja dalim pa problem. E bukura është sfida. Ju e potencuat që projekti titullohet Hap pas hapi. A do të kemi ne mundësi për të ndjekur në rrjetet sociale, online, duke ecur ju rrugës që do e bëni nga Suedia pikërisht në trojet shqiptare? Po, patjetër. Do jemi domethënë live sa më shumë. Jemi përmes faqes TikTok edhe YouTube. Edhe e shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë që të na ndjekin, dhe me thonë hap pas hapi quhet TikTok-u, sfida 2026, edhe po patjetër. Mund të na thuani se çfarë do të thotë për ju të arrini në Shqipëri dhe Kosovë pas një udhëtimi kaq të gjatë që do e bëni në këmbë? Do me thonë, është shumë domethënëse, është shumë emocionale, diçka që të lidh me vendlindjen, nuk janë thjesht kilometra, se distancat e zakonshme moten me metra, me kilometra, kurse kjo distancë motet me zemër. Edhe vullneti i madh, siç e ceka më herët, është mbi gjitha, nuk shpjegohet gjithçka me thone. Dhe me thonë heshtja shumë do thotë flet shumë, po sidoqoftë është diçka shumë e madhe, shumë emocionale. A keni menduar ndonjëherë të hiqni dorë nga kjo ide? Me thonë drejtën, jo, përkundrazi e kemi diskutuar me shpëtimin që të fillojmë sa më herët. Kështu që jo, asnjëherë. Nuk ka dorëzim, Sa kohë ju është dashur për t'u përgatitur për këtë rrugtim që të e bëni pikërisht në trojet shqiptare? Po jemi domethënë veç në 4 muaj kemi me përgatitje, me ecje, me fitness,
Jemi të i bo, domethënë, përgatitjet ushtrimet 2 herë në ditje, 8-10 km domethënë 2 herë në ditje, rreth 20-25 km në ditje që po i bojmë. Gjithçka po shkon mirë dhe shpresojna që edhe udhëtimit na ecë kështu sikur përgatitjet. Ashtu, nëse ky udhëtim rezulton i suksesshëm, të themi, a do të ndërmirni një aventurë tjetër të ngjashme? Si kjo? Në të ardhmen? Po nëse ky udhëtim vazhdon edhe, domethënë mbaron ashtu siç e kemi planifikuar, është vetëm fillimi, thonë të drejtën. Kështu që po, diçka ka edhe pas kësaj. Atëherë, cili do t'ishte në fund mesazhi juaj lidhur me këtë udhëtim, por edhe për të rinjët të cilët kanë ëndra të tilla, duan që veten ta sfidojnë me kësi sfida kaq të mëdha, të themi, por edhe njëkohësisht mund të themi lirshëm se janë edhe të rrezikshme, sepse gjatë rrugës mund të hasim edhe në problematika të ndryshme. Mesazhi im i ynë është mos e shoni fe nga ëndrat tuaja. Sfidë të madhe nuk ka për njeriu, nuk ka sfidë që nuk ka përcjell, po tjetë vullneti, motivi. Kështu që mos pretendojmë shtyt të tjerët, ngrani vetë, hapas hapi, jo me hapa të shpejt, se hapat e shpejt nuk duhen, hapat ngadalshëm por hapa, dhe jo nesër pas qysh sot. Mos e pretendojmë momentin perfekt, se momenti perfekt nuk do vjen vetë, filloni ngadalë edhe gjithçka do arrini patjetër. Valon, ne pas 4 muajsh do ju presim këtu në Maqedoni, konkretisht në televizionin ton shtetëror të Maqedonisë, në programin e Gjuhës Shqipes, bashku me shokun, që do flisim gjëre gjatë lidhur me këtë udhëtim, për sfidat, për problematikat që keni hasur. Shpresoj që ky udhëtim t'ju deli suksesshëm ashtu siç e keni planifikuar. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve, ju dëshiroj një ditë të mbarë, edhe më lejon ta shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë ndjekësit, gjithë në tërësi, domethënë edhe që na ndjekin sa më shumë, që na bëhet kjo rrugë sa më e lehtë, edhe kërkoj falje më lejon t'ju falenderoj nga zemra të gjithë shqiptarët të Maqedonisë për mikpritjen gjatë luftës që na keni bërë, se me të vërtetë ka qenë diçka e madhe dhe jemi falënderues tan jetën. Patjetër, dhe ne do jemi këtu që do ju ndjekim hap pas hapi për rrugtimin që do e bëni pikërisht nga Suedia deri në Trojet shqiptare, ndërsa ne këtu në studio do ju presim për na treguar më shumë lidhur me sfidën. Ju faleminderit edhe një herë. Patjetër. Faleminderit shumë, faleminderit, patjetër, mirupafshim.